Ekonomia qarkore po ndryshon mënyrën se si menaxhojnë burimet natyrore dhe proceset prodhuese. Ndryshe nga modeli linear tradicional që funksionon me parimin merr, prodho, hedh, ekonomia qarkore synon të minimizojë mbetjet duke ripërdorur, ricikluar dhe rifreskuar materialet. Kjo qasje ndihmon në ruajtjen e mjedisit dhe reduktimin e ndikimit negativ në natyrë, duke krijuar një rrugë më ekologjike dhe ekonomike për zhvillim të qëndrueshëm në vendin tonë. Për të arritur këtë ndryshim, kërkohet bashkëpunim i ngushtë mes bizneseve, institucioneve dhe qytetarëve. Ekspertët theksojnë se vetëm me angazhimin e të gjithëve mund të kalojmë nga një koncept në një realitet të prekshëm. Investimet në teknologji inovative dhe krijimi i politikave mbështetëse janë thelbësore për të nxitur riciklimin dhe përdorimin e materialeve të qëndrueshme. Në Kosovë, megjithse sfidat janë të shumta, po zhvillohen iniciativa që promovojnë përdorimin e materialeve të riciklueshme dhe prodhimin e produkteve miqësore për ambientin. Ekonomia qarkore është pjesë e konceptit më të gjerë të ardhmes së gjelbër, që fokusohet në krijimin e mundësive të reja për zhvillimin ekonomik dhe punësim, sidomos për të rinjt. Ky model krijon baza për biznese inovative dhe të qëndrueshme, të cilat kanë në fokus jo vetëm fitimin, por edhe mbrojtjen e mjedisit. Për të avancuar këto qëllime, është i nevojshëm një përkushtim i fortë ndaj edukimit dhe ndërgjegjësimit publik, si dhe ndërtimi i një infrastrukture që mbështet veprimtaritë e ekonomisë qarkore. Një nga sfidat kryesore mbetet ndryshimi i kulturës së konsumit dhe përmirësimi i sjelljeve të përditshme të qytetarëve. Të gjithë duhet të inkurajohen të zgjedhin produkte të qëndrueshme dhe të praktikojnë ripërdorimin dhe riciklimin. Po ashtu, reformat ligjore janë të domosdoshme për të stimuluar bizneset që të adaptohen ndaj këtij modeli dhe të investojnë në teknologji të pastra. Vetëm me një qasje gjithëpërfshirëse dhe të koordinuar do të mund të kapërcehen pengesat dhe të ndërtohet një sistem ekonomik i bazuar në qarkullim dhe ruajtje të burimeve. Në përfundim, kalimi drejt ekonomisë qarkore përbën një sfidë dhe një mundësi njëkohësisht për vendin tonë. Ky model do të na ndihmojë të krijojmë një shoqëri më të përgjithshme dhe të ndërgjegjshme për mjedisin, duke siguruar një të ardhme më të mirë për brezat që vijnë. Me angazhim, bashkëpunim dhe inovacion, ekonomia qarkore mund të bëhet realitet, duke sjellë përfitime të qëndrueshme ekonomike, sociale dhe mjedisore për të gjithë.